Humbi për cilët sot për në banesën e fundit homazhet në nder të tij zhvillohen në ambientet e teatrit, operës dhe baletit dhe pritet zgjasjen rreth 3 orë. Lidhe me Ergysin, i cili po ndjek homazhet. Po Ergys, linja për ty, të përshëndes. Nisita, përshëndetje. Për orës 9:30 të mëngjesit e sotëm kanë nisur ceremonia martore, homazhet në nder të ish kryetarit të kuvendit të Servet Pëllumbi, i cili u nda nga jeta mbrëmjen e djeshme në moshën 89 vjeçare. Të shumtë janë qytetarët që kanë kryer homazhe, vijojnë të kryejnë homazhe në hollin kryesor të Teatrit Kombëtar të Operave dhe Baletit, e po ashtu dhe politikanë të majtë dhe të djathtë janë përulur në nderime në nderim të nëndjerit ish kryetarit të kuvendit Servet Pëllumbi. Është një respekt nga të dyja krahët e politikës, Nisida, sigurisht nga socialistët, pasi Servet Pëllumbi ka qenë një figurë kryesore e rëndësishme e Partisë Socialiste, jo vetëm për faktin se ka drejtuar kuvendin e Shqipërisë në vitet 2002-2005, por ka pasur një rol të rëndësishëm në reformimin e Partisë Socialiste. Kujtojmë se Servet Pëllumbi ka mbajtur të them postin e drejtuesit të atij grupimi politikanësh të Partisë Socialiste në vitet kur kryetari i kësaj force politike, Indjeri Fatosnano, gjendej në burgun e Tepelenës. Të shumë kanë qenë ata njerëz të cilët e kanë vlerësuar Servet Pëllumbin si reformator, si njeriu i cili ka ditur të mbaj balancat mes të majtës dhe të djathës, duke dhe respektuar edhe ata që vlerësohen si kundërshtarët politikë. Mëngjesin e sotëm, ndër të parët figura nga e djatha nga Partia Demokratike ka qenë Josefina Topalli, deputete e Partisë Demokratike, ish kryetaria e kuvendit, e cila ka kryer homazhe në nderim të Servet Pëllumbit, ndërkohë që më parë ka qenë edhe nënkryetari i kuvendit Agron Gjerkmarka, deputet e Partisë Demokratike, që ka kryer homazhe. Presidenti Bamir Topi pak më parë kryer homazhe. Sigurisht të shumt janë edhe politikanët dhe zyrtarët të lartë të Partisë Socialiste, por nderime të veçanta ka marrë Servet Pëllumbi Indjeri, profesori, siç të gjithë e quanin, nga qytetarët të shumt në këtë ceremoni lamtumire. Në orën 12 në mesditë nisit pritet të nisë edhe ceremonia e nderimeve, homazheve të zyrtarëve të lartë të vendit. Në orën 12:30 parashikohen fjalime në këtë ceremoni lamtumire. Pritet të marrë fjalën të flasë djali i të ndjerit Servet Pëllumbi, ish deputet i Partisë Socialiste Arben Pëllumbi. Pritet të kemi një fjalë nga Namik Dokle, një ndër bashkëpunëtorët dhe miqtë e ngushtë të zotit Pëllumbi. Namik Dokle, kujtojmë se ishte paraardhësi i zotit Pëllumbi në krye të kuvendit të Shqipërisë. Më pas pritet të kemi dhe një fjalim, një fjalë përshëndetse lamtumire nga kryeministri i vendit Edi Rama. Nisida. Po, faleminderit Ergys për informacionet.